Përshëndetje të nderuar miq të mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju ngjarjet edhe dinamika të më interesante. Lufta e madhe nuk është vetëm mes Dolçes edhe Albës, por është edhe mes Benitës dhe Elionës. Një xhelozi që Benita ka krijuar ndaj Elionës nga pëlqimi që ka për Klodin. Benita ka filluar kohën e fundit ta pëlqej Klodin, tani nuk e di nëse është një ndjesi shpirtërore apo një mundësi që Benita dëshiron që të rri sa më gjatë brenda asaj shtëpie dhe të bëj lojën e saj dhe siç duket është krijuar kjo ideja e mekanizmit se në qoftë se ke një lidhje dashurie brenda shtëpisë së Big Brotherit, ti do të jesh goxha i suksesshëm. Dhe në këtë rast Benita siç duket këtë gjë po tregon, por Klodi me sinqeritetin e tij gjatë një bisede që ka bërë me banorët, ai ka folur në këtë formë. Ka qenë verant me Londrimin dhe Elionën dhe kishin biseda shumë të bukura bashkë për familjen, teksa Benitës i tha, ata më thirrën sepse unë nuk deshta. Të nesërmit i injoroi gjatë ditës, sepse Londrimi ja kishte thënë një fjalë që nuk i pëlqej. Ja tha Ygertës, Eliona shkoi më pyet a je mirë. Ajo donte me dita kam bërë diçka gabim që po i injoron. Ky e kthei bisedën në debat që të dalë në prajm. I thoi ke që po më akuzon, por unë jom në mendimet e mia. Por në fakt ishte injorim sepse arsyeja ishte fjala e Londrimit. Gjatë ditës fol keq për Elin dhe Londrimin me krejt banorët dhe tregon xhelozin dhe toksitetin që e ka edhe në shoqëri. Xhelos për suksesin e shokëve dhe për raportin Eliona Lundrim. Siç duket, në këtë mes është Klodi ai i cili e xhelozon Elionën, edhe pse Eliona në fakt shprehu një lloj pëlqyeshmërie për Klodin brenda shtëpisë së Big Brotherit, ajo tregoi atë se çfarë ndjente, tregoi atë se çfarë në fakt dëshiron që të kalonte me Klodin. Klodi e bëri të ditur që ka një lidhje dashurie dhe që nuk mundej në asnjë mënyrë që të ndërtonte një lidhje me Elionën brenda, dhe Eliona filloi që të shmanget, por siç duket Londrimi tashmë ndjehet më rahat në krahët e Elionës, domethënë për lojën, për të gjitha atë dinamikën që është bërë brenda kësaj shtëpie. Dua të marr mendimin tuaj. A mendoni që Eliona ka patur ndjenja të vërteta për Klodin apo thjesht domethënë është një situatë e ndërtuar brenda shtëpisë e cila në fakt krijon një konflikt mes të gjithë banorëve?